Shpresojmë dhe urojmë shumë fat Partizanin në këtë vit të ri futbollistik, por gjithashtu edhe një përshëndetje, një urim special për presidentin e klubit Gazmendemi që sot feston ditëlindjen e tij. Shumë urime, shëndet dhe suksese me në krye të Partizanit. President, shpresoj të jetë një vit sa më i mbar për familjen e kuqe, për të gjithë, dhe pse jo këtë trofe, këtë mision që kemi nisur sot. Megjithatë, ky trofe mungon në gjirin e familjes prej 2004-s, ndaj dhe duhet ta provojmë patjetër. Kjo goditje ndërhyn portieri Koca, një ndërhyrje vendimtare, një goditje drejt në port, goditje këndi tashmë për Partizanin. Frot Partizani drejt zonës së rrezikshme, aty ku Kola, Tokazi, ideja mjaft e mirë, pasimi, Bicuka, goditje mëshme, ndërhyn edhe një herë Koca, mjaft mirë. Edhe një përgjigje të portieri i skuadrës Burrelit. Krosimi mirë, goditja jashtë. Partizani që afrohet shumë golit me anë Iskendeli. Një krosim mjaft i bukur në detaj i Kolës, por që Iskendeli nuk arri do të gjej kuadratin. Mehmeti për Kolën, shumë pranë këndores, krosimi Tokazi. Human, lëvizje mirë, tashmë goditja, bllokohet edhe një herë me mbrojtësin Menca që shumë pranë ka hequr një mundësi shënimi, një gol të sigurt me këtë top të blokuar. Vusel Iskenderi pret lëvizjen e Atanaskoskit. Human tashmë. Goditja mirëshme, shikoni! Çfarë goli! Rowan Human shënon Partizani. Një super gol në arenën e Demave. Minuta e 19 sapo ka hyrë. Diko Perl që shtangu portierin Koca, që u përpoj shumë atë fluturim, por topi devijuar përpëlit dhe në shtyll e në rrjet më pas. Partizani 1, Burreli 0. Do tërgohet një kujdes e mobilizimi veçantë. Degjone, goditje fortë, grushton Pano Qirko. Shikon zonën, luan thjesht për Bincukën. Mehmeti, Bincuka, pasimi mjaft i mirë, Tokazi tashmë, largohet nga Menca. Mehmeti, hapësira goditse, lëvizja mjaft e bukur, është në zonë, goditja tashmë që devijohet, jo, thjesht një fundore. Niset David Atanaskoski. Me të majtin, krosimi drejt qendrës, tentativa në një kthes në vështirësi, nuk largohet, me pas goditja që ndryn, edhe Ikli Koca, por le të shikojmë vendimin e gjyqtarit. 2-0 me sa duket është gol. Topi është larguar brenda vijës fatale, feston në këtë mënyrë Diego Contreras. 2-0. Një gol mjaft i rëndësishëm në këtë çast, teksa është minuta e 45 dhe skuadra kuqe ka gjetur dhe golin e dytë, një gol qetësie. Që këtë takim ka qenë shumë korrekt, por le shkojmë një mundësi mjaft të mirë. Iskendeli në zonën Skuka, topi është për të, pasi goditja jashtë e pabesueshme. Shumë pranë golit Partizani, shumë pranë golit tretë me anë të Giuliano Skukës. Krosimi mjaft i mirë, Sembene nuk e arrin dot. Ky top që përfundon jashtë vijës. Por le shkojmë të mundësi. Skuka, Human ka pranë Iskendeli. Human mund ta godasë, ndërhyn Dani, Sinan Dani. Edhe një shmang golin e tretë. Fetaj, shkoni, çfarë mundësie, krosimi drejt zonës, aty ku Patushi stopon dhe godet, shikon ndërhyrja e menjëhershme e Pano Qirkos. Momenti më i rrezikshëm në portën e Partizanit vjen në minutën e 77 pas kësaj kthese në periudhën ku ka milituar kategorin e parë. Shikon, goditja dhe në rrjet, shënon Giuliano Skuka. 3-0 Partizani. Është minuta e 85 dhe nga kjo goditje standarde vjen dhe goli. Një goditje precize të herë. Skuka nuk gabon, e dërgon në rrjet.